Unë jam Amir Berisha, greku që më njofin Prishtinë, më ka njohur fang Prishtinë, tash të më njohin gjithandej, edhe kjo është historia jame. Qa që është idiot drogë, qa që është e flisht. Atë pjesën e knatësisë, sa pjesën e asaj që te i kalu krizat. Si fëmijë më konë së një djallë mu, dhe tash të këti kam pas sytë të une, dhe fillim më ka lasdru gjyshja, nona e babit. Së më ka mungu kur gjesh, se atëherë u konë edhe babi gjallë, dhe ma shpesh kena jetu në Greqi, që babit që jam oj me në zonin, që kjo mu më brejnë shumë, edhe pse në atë ku ka pas kamere, ka pas, po që, asë një qëzim tina se këm. Babin e moj me në vishë si kur kështu blitz, kapak. Një sen që nuk më hekët kur rej menjës që e kom të fokusu në repat në hapë arkivollën, unë halon nuk e disha që është aja ty. Dhe në ishisha full njetë, për nuk e disha. Ka pas në dorë qështu që një shok i babit, në momentin që e kam prej arkivollën, edhe e kanë qeli, a kom pa ftyrën që atëre e kom di që në me ku ka vdek, edhe që aty, me njerë ja kom njësë në zo me kajtë. Në thonë nuk konë me njerë mas luftës, asë një vjetë s'pas shku, dhe mas luftës u konë këto kaos. Zdike ka so për shkon pasulli, që është dhe e fjalla, edhe që është një pak ta bën, rrethi me kanë të rrinë, jo që të shtynë ata, po me kanë të rrinë ta është për më kallëzu ti që këqërën e qa po bëj, edhe për jertë pari akum njësë marjo në klasë 7, atë 8, nuk e di. Me marë ka bili, u konë atë ku alo supatar, pa ta njësë. Në thonë substanca parë u konë marijuana. E dytë ka pas një periudhë që pa ta ndërpresja njësa më marë me praktiku fenë. Dhe ja njësa me mësu rrëth religione me përgjithësi jo është islamit. Dhe lexojsha shumë, edhe tani ja njësa më bu praktikant i fesë, edhe më me lanë gjanat e këqia që i kom bu. Po nuk zgati shumë kjo pjesë. Njere pa ta përdor heroin, po u konë shumë shkurt, nuk u konë diqka. Apëtin nësë më pa të bu kur gjesh, zdi pse. U nërvozova shumë, e mora, apëtin periulla e parë që janë njësa mo me ndje atë knatësin e heroinës. Një që ka që vijë mas nej, të e zgjatë, tani vish 30 doza. Së mënët me shti kur kushish. Mënësh me dasht vetë, se me shti kur kush nuk mënët. Në qef mu largu pi që ati rejthja, nëse një person merë, ta është i dhaj dhe nuk konë si kuraj që i duhet, wow. Po në fillim me nësha që njëherë nëse e merë, a vedin që si perceptimi i kom posë që nëse njëherë e merë, më nësh mu konë i varën, a vedin janë njësu, që shtu ku menu. Po kër e posë që njëherë e mora dhe nesër më u qova, pa isha, a vedin ta është lemëre, hajtë njëherë, a vedin mas 3-4 dite, hajtë edhe një ma, tani njëherë nditje thu, s'marë ma shumë, ishtë një nditje. Tani vazhdojnë shto, hajde 2 herë nditje, s'marë ma shumë, nëse 30 doza. Tani mas 6 muje, 7 muje maksimumi, nuk e ki matë ndjesin. Nuk zgatë ma shumë se 7 muje. Shumë shfaqen halucinacione, s'mon është me flejt, ku t'ja njësë me flejt, gjithmonë del në ndër i dhimt të konve, barku, e teshmi ato në kohën, apqu, a kuptën, ki ngërç në bark, për pos atëve dhimtve, fizike që i ki ma e keqë është psiqika, su në rrinë me një ven, bën gjeste që ti thu u qmend krejt. Ja njësë thënë diqka e ka vetën bërtet, a kuptën është që ka si me po një njëri të shmendë. E që ajo konë era e parë që une kom qyrë me lomë pak kur gjesh për pos bensedinave. Hapa bensedina.
Qenë qetësus. Qetësus, po. Pisha me grushta. Nuk badjava. Se në atë kohë pa ta marrë veç në hunë. Dhe që aty një 2 ditë, s'këm pas ma shumë kësi krizat më laja. 2 ditë, maksimumi me ofër 3 ditëshit. E që aty e vrejta që krizat janë shumë so që mami dhe kjo të që mësë pëmë kësem përse. Dhe ajo hera e parë që më po në gjendje, të që mësë pëmë kësem për balkonit. Edhe pas trejshan me një farë mënyre. Po të kalzej periudën që halos pa ta hi fel. Se u këthejsha në Prishtinë, në rrejsha një 2 muj, 1 muj e gjysë. Prapo këthejsha. Qështu ka shku një kohë, me thonë 15 vjetë. Qështu ashtë edhe ma herët, qyrti me lonë herë, po vjen një moment që edhe të mërzitet edhe vetja, që s'kia s'ku e jep mu, s'kisha s'ku me dhonë mu, se jina në Shiringa, edhe s'kisha s'ku me dhonë mu, s'dë vena nuk kisha, janë isa proponit këtu, vena e kryesore, dikur mo, edhe 5 herë overdoza, dikur me nën që mo, një me edhe mami, jetën e vete kalej, veç të mirë, njerë me babin, tani me mu. Mami ka luftu të në kohën. Të në kohën, bili pa të thonë, që e kom përmen, kom e dolli edhe para gjamis me lyp, edhe deri sa ta gjej një ven që me lejnë e Zotit ki mu shëru. Mu dasht me shqit shpinë, se koste është nga gja e madhe, edhe 2 herë jëmë konë, herën e tretë, i vogajinën e bona, stash është ketë pësmuj psiqike. Edhe tani 80% ta jep të shtymë që e klinikë. Se ala su dollë ku që diçka që 100% me thonë, 80% po. E 20% do është me kontrolu vetën. Edhe tani lindi qika edhe tani vish ushtu ajo farë që do të më konë edhe maj qëndrushëm. Mos me najtë më me atë që është një pak të një 2 vjetë heqë. Më morë në aktivitetet tjera. Edhe tani s'bjen men mu. Pasojat mas 4 vjetë, 5 vjetë, 4 vjetë në fakt, 4 vjetë e gjysë të heroinës. E kom pas trombin, trombozën, 2 kamët, kjo ka pas ma shumë problem. Dhe në vetën gjatë serialit që zhvilloj shumë bëhet mirë, janë nisi me mdhin gogja, janë nisi me mu pi, edhe u shfaq trombin në venën arterien kryesore, mu bloku, u infektu, dhe kërciti gjak derdhja, u munun doktorat me ma pështu një javë dytë, po prodhej ke gjithmonë kelb, edhe infekcioni vazhdoj me shku ka veshkët e ka rëgutën, edhe pa tjetër u dëft me ma amputu, që me më pështu, mës me vdek. Mas amputimit, u bu nga gja e madhe, s'ku më besu. Me njëherë se më konë në spital, më ka thirë valoni me Antigonën, dhe s'kam besu ata heq, që më ka ndodhë këj rast, jo në ardhë më kam po në spital direkt, Fatmire Qisën që është në burgin e Kumanovës, komandant shpatën, me njëherë dhe tani janë njësë më mdhonë kur ajo në fillim, edhe tani ajo më tha që ti veç ruje kryt, dëtë dhe me thonë, valoni më të në konë, më ka nejtë afer, po flasë për Fatmirin, që edhe për mes galjave të veda që i kishë më burg, i kishë galjën teme. Të veç ruje psiqikë, se me nëshën që po binë depresion, edhe se një me përjetova shumë. Ruje se protezën këna me ta bu matë mirën, u duf ke kostë të gogja që me këthy pak imunitetin. Edhe privja mas në i shoqnia, të janë njës për një shoku që e kam thuj se si vlla, është Zeka, ajo më ka një mu dhe ma herët, jetë në Luksemburg dhe për operacione. E morën shumë ofër zemrë, s'ka shumë shqiptar që si e kanë kuptu ose shoqni, unë ka nejtë preja diqit deri sët, edhe halo vazhdojnë me nejtë. Të janë ishë shtash Fatmiri, nejse Zeka, do shoki kam një Artani që fulla ma herët në telefon me ta, i Mitrovicës, Berisha në Amerikë, një farë Fatmiri tjetër, edhe plot fatë.
edhe plot shqiptarë tjerë, se mos tita është i me rëndë, se të qysh është gogja list e madhe, inshallah s'ma marrin ofër zemrës, dhe mas nej për mrena 2 ore, 3 hinën TikTok, dhe i bënën parët, zej ka pat me ma një pjesë, për atin me pagu, kështu mas nej hini Semi, që përshëndes shumë, edhe a i tha jo, këtë s'keme marrë këtë pjesë, për dhe ne përdu me ta një mu. Duhet me largu, me që diko tjetër, mu mirë me nej aktivitet tjetër, me bu sa ma shumë për ta. Mu më kontaktojnë edhe thonë që ku me që djallën e hallës, djallën e tezës, kupton shokën, shoqën, dhe po do të me që në shtetë tjetër, shteti jonë si ka. Se s'kena ku i qojna. Shumë pak po, jo shumë pak po heq.